Shqiptarët dëhë sindroma e Stokholmit. Kërë populli dashurohet rëmbyesin e vete. Ka një sëmundje politike që po e mbyt Shqipërinë më keq se varfëria, më keq se emigracioni, më keq se propaganda. Sindroma e Stokholmit kolektive. Një popull që nuk e uren më padrejtësinë, por është dashuruar me të. Një shoqëri që nuk e kundërshton mëdhunuesin, por e justifikon, e voton, e mbron dhe ngre në piedestal. Kjo është marrëdhënia e sotme me shqiptarëve dhe qeverisë aktuale në pushtet. Qeveria nuk qeveris më, ajo mban peng. Mban peng ekonominë, drejtësinë, institucionet, shpresën. Dhe paradoksi tragjik është se pengjet nuk bërtasin më pëndim. Përkundrazi, ata duartrokasin rëmbyesin e tyre. Kërë nepotizmi bëhet normalitet. Në çdo cep të shtetit gjen të njëjtën skemë. Vëllai, kushëriri, shoku i partisë, miku i ministrit. Punësimi nuk është më merit, por lidhje gjaku dhe servilizëm politik. Institucionet janë kthyer në prona private familjare, ndërsa qytetari i zakonshëm trajtohet si i huaj në vendin e vet. Dhe çfarë bën shoqëria? Hesh, më keq akoma, justifikon. Edhe ata njerëz janë. Çdo qeveri kështu ka qenë. Po mirë, të paktën po bëjnë ndonjë gjë. Kjo është sindroma, viktima që mbron dhunuesin. Korrupsioni se sistem, ese përjashtim. Korrupsioni nuk është më skandal, është mekanizëm funksionimi. Aktiv dhe pasiv. Nga tenderët e mëdhenj, deri te sporteli më i vogël. Nga infrastruktura miliardëshe, deri te leja e ndërtimit në lagje. Gjithçka ka çmim, gjithçka negociohet, gjithçka blihet. Krimi i organizuar nuk është më në hije. Është pjesë e arkitekturës së pushtetit. Paratë e pista pastrohen në petkun e investimeve, ndërsa politika mbyll syt, ose më keq, bashkëpunon. Dhe sërish, populli hesht. Madje dashurohet me këtë realitet, sepse i është mësuar si e keqja e domosdoshme. Qeveria e të merr frymën. Dëhë populli e thot faleminderit. Taksa që shtypin, çmime që rriten, shërbime që përkeqësohen, rini që ikën masivisht, fëmijë që rriten me prindër në emigracion. Kjo qeveri po na merr edhe atë pak frymë që na ka mbetur. Por çfarë ndodh? Në vend të revoltës kemi spektakël. Në vend të protestës kemi meme. Në vend të kërkesës për llogari, kemi adhurim liderësh. Shqiptari nuk e sheh më veten si qytetar me të drejta, por si tifoz partie. Kjo është pika më e rrezikshme, kur skllavëria fillon të duket si zgjedhje personale. Një shoqëri e hesht është bashkëfjaltore. Kjo nuk është vetëm faji i qeverisë, është edhe faji një shoqërie që ka hequr dorë nga dinjiteti. Një shoqërie që pret shpëtimtarin, ndërsa përqafon shtypsin, që ankohet në kafene dhe hesht në rrugë, që mallkon natën dhe voton ditën. Historia na ka mësuar një të vërtet të thjeshtë dhe të dhimbshme. Asnjë regjim nuk mbijeton pa bashkëpunimin e viktimave të veta. Pyetja nuk është më, a është kjo qeveri e korruptuar? Këtë e din të gjithë. Pyetja është, a do vazhdojnë shqiptarët ta duan rëmbyesin e tyre, derisa tu marr frymën përfundimisht, sepse sindroma e Stokholmit, kur bëhet kombëtare, nuk është më diagnozë psikologjike, është tragjedi historike.